Lini është një nga fshatrat më të bukur që ka Pogradeci, pjesë e 100 fshatrave turistik që ofron mikpritje peizazh fantastik, natyrë mahnitëse, në të cilën ndërthuret bukuria e liçenit të Ohrit, trashëgimi e pasur historike e kulturore. Oferta turistike e kësaj zone të Pogradecit po tërheq vit pas viti jo vetëm një numër të madh vizitorësh, por rrit edhe interesin e banorëve vendas për të investuar në fushën e turizmit. Rozeta Bica me bashkëshortin e saj Rolandin, prej vitesh kanë jetuar në Greqi por vendosën të kthehen në fshatin e lindjes për ta përdorur shtëpinë e tyre për turizëm. Përmes intervistës në CNA-TV, Rozeta tregon se si lindi ideja për të kthyer shtëpinë në një bujtin, ku fillimisht kishin 2 dhoma, e tashmë kanë shtuar numrin e tyre për të plotësuar kërkesën e lartë të klientëve që zgjedhin bujtinën Rozas Bibi. Para shumë vitesh unë dhe bashkëshorti im Rolandi kemi jetuar në Greqi. Atje ne pam që kishte shtëpi pritse. Dhe kështu na lindi mendimi para 13 vjetësh ne kemi hapur shtëpinë e bashkëshortit e kemi kthyer në bujtinë. Në fillim kishim 2 dhoma dhe pak nga pak tani kemi shtuar 6 dhoma. Po tani në fillim ka qenë e vështirë se në fillim nuk ishte kaq shumë turistë sa ka tani dhe kjo ishte e vetmja mënyrë jetese për ne. Roza tregon se kanë ruajtur strukturën origjinale të ndërtesës me gur për ta bërë më tërheqëse për klientët, por me arredim mjaft të veçantë që përfshin mobilet e drurit, qilimat që japin një hije ndryshe ambientit, me oborin e ngushtë që të nxjerr në breg të liçenit, ku mund të shijosh një mëngjes të këndshëm. Ne kemi ruajtur strukturën e shtëpisë, arkitekturën siç ishte tradicionale, po shtëpia është me gur dhe kemi të gjithë e pëlqejnë, më thon mbaj kështu siç është. Njerëzit që vizitojnë bujtinën tonë ngelen të kënaqur, na vizitojnë përsëri. Bujtinat në përgjithësi ofrojnë vetëm mëngjesin për klientët, por në bujtinën e Rozës mund të konsumosh edhe drekën. Gatimet tradicionale janë ato që zënë vendin kryesor në menu, me petulla të gjallë për reçelin, të cilat i përgatit vetë Roza, ndërsa tava e Koranit është më e preferuara për vaktin e drekës. Ne për mëngjes ju bëjmë këto gatimet tradicionale që bëjmë ne. Bëjmë petulla, gjallë, djathë, reçelin që bëj vetë, pukën në shtëpisë. Ne edhe bashkëshorti më ndihmon në kuzhinë, besat gjithashtu. Për drek pastaj këtu është tipik Korani. Koranin e bëjmë tavë ose të pjekur. Pastaj sallatë, fshati, speca të pjekur, këto turshit që i bëjmë ne të zonës këtej. Bujtina pret klientët e turistët në sezonin veror, duke u përkushtuar maksimalisht në shërbimin cilësor e mikpritjen e ngrohtë. Vizitorët vendas në këtë bujtinë janë të pakët, krahasuar me turistët e huaj të cilët kanë mbushur ditët e verës, të shoqëruar nga familjet e tyre dhe miq. Sezoni ka qenë shumë i mirë, ne kemi filluar në prill dhe tani në fund të tetorit e mbyllim. Turistët kanë qenë të shumë nga shumë vende të ndryshme të botës, po kryesisht janë austriak, zvicerian, holandez, francez ka patur këtë vit goxha. Shtëpinë tonë kryesisht e preferojnë të huaj. Të gjithë më thonë mbaj kështu siç është. Ju pëlqen ky ambienti i shtëpisë. Për Rozën kthimi i shtëpisë në një bujtinë është gjëja më e mirë që ka vendosur të bëjë me bashkëshortin e saj Rolandin. Ajo tregon se kjo është një punë që e bën me dashuri e kënaqësi, ndërsa njihet me shumë të huaj që kanë kultura të ndryshme. Përshtypjet e klientëve janë ndër më të mirat gjë që e tregon dhe vlerësimi i lartë në Booking. Kur vinë thonë që Roza you live in little paradise. Për syrin e atyre është, po është një punë e lodhshme, drejt me thënë. Është dhe një punë shumë e bukur se njihesh me njerëz, me kultura të ndryshme dhe bëjmë me kënaqësi. Një gjë nëse e bën me dashuri edhe mendon si që ta bësh akoma më mirë një punë. Deri tani ja kemi dalë mban. Numëroj më shumë se 630 review në Booking, jemi 9.4. Kjo them është një gjë e mirë për mua dhe për familjen time. Tani për tani unë them jemi mirë këtu ku jemi. Më vonë nuk e di. Po Lini është një nga fshatrat më të vjetër në Europë. Ne kemi bazilikën, kemi liçenin, Koranin, e shumë gjëra të tjera. Fshati Lini Pogradec është kthyer në një nga destinacionet e preferuara të vizitorëve të huaj, të cilët kënaqen jo vetëm me arkitekturën dhe gatimet tradicionale, por edhe me atraksionet kulturore si Bazilika e Linit dhe me ato natyrore, si liçeni i Ohrit që i jep freski fshatit në verë. Për mikpritjen dhe shërbimin cilësor kujdeset e Roza në bujtinën e saj familjare, të ndërtuar 13 vite më parë, që sot është një ndër bizneset më të vizituara nga turistët.